Më tutje ka një mas tjetër që është mosveprimi i autoriteteve në rastet të miratimit në heshtje, që janë rastet kur dokumenti i lejes duhet t'i dorëzohet kërkuesit 15 ditë nga dita e pagesës, taksës ndikimin e infrastrukturë nga autoriteti vendor dhe 30 ditë nga autoriteti qendror, dhe pastaj leja gjenerohet automatikisht etj. Në të gjitha këto raste do të ketë sanksione. Dhe sanksionet do jenë direkte për kryetarin e bashkisë apo për sekretariatin e KKTU-s në varësi se kush e ka dhënë, se ka historira të habitshme me pamundësi objektive nga ana e subjektit për të paguar taksë nga një anë. Domethënë që ti të presësh dhe të mos të thonë hajde paguaje taksën, ose që ti shmangesh kësaj duke luajtur me sy me autoritetin përkatës, është e pa tolerueshme. Më tutje janë ashpërsuar, siç thash, masat administrative që përveç kësaj që përmenda kanë bëjnë me mosdeklarimin e punimeve që kryen me deklarat paraprake, kanë bëjnë me kryen e punimeve pa leje brenda brezit bregdetar apo në zonat me përshparësi zhvillimin e turizmit etj. Ky ishte bloku i dytë. Bloku i tretë i ndryshimeve janë në ligjin për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, ku hyn monitorimi i lejeve në kompetencë të Këshillit Kombëtar të Territorit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, që do të sjellë një ndryshim të qëndrueshëm të gjithë strukturës së monitorimit në tërësi. Dhe trupës inspektimit të krijuar nga inspektoriatet e mbrojtjes territorit do t'i shtohen dhe 2 persona të tjerë përgjegjës me rol mbështetës nga drejtoria e monitorimit pranë agjencisë. Kjo do të bëjë që surprizat që i kemi parë në forma më të ndryshmet të minimizohen maksimalisht. Unë mendoj se duhet të asgjësohen, po le të themi të minimizohen maksimalisht, sepse çdo godinë dhe çdo leje, ndërtimi për një godinë do të lidhet me persona përkatës. Dhe nuk do të jetë më faj anonim. U ndërtuan 4 kada, 5 kada mes Tiranës, edhe faji është anonim. Nuk do të jetë më kështu. Çdo godinë, çdo leje ndërtimi do të jetë lidhur me persona. Dhe personat do të përgjigjen për çdo certifikim të rrem apo të pasakt të punimeve në çdo fazë. Ajo që njerëzit thonë me drejt, po mirë syt ku i kishin të tjerët. Pra, janë një sër masash që e bëjnë mbylljen e syve fatale për atë që mbyll syt. Më tutje ka një sër gjobash nga sekretariati teknik pranë autoriteteve të inspektimit në rast konstatimit shkeljeve të lejeve ndërtimit. Pastaj është përcaktimi të paktën një inspektori si person përgjegjës që ka për detyrë të monitorojë dhe kontrollojë zbatimin e projektit gjatë gjithë procesit, se mund të ketë raste që ndryshojnë. Njëri do të jetë nga fillimi deri në fund të procesit. Më tutje është largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal
për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Për shembull, po jap një shembull konkret. Nga kontrollet e bëra, jo 1-2, më shumë se sa 1-2 kontrolle fatkeqësisht. Si rezultati i denoncimeve të bëra nga qytetarët tek ai portali hapësira ime publike, ka rezultuar që ndërkohë që në territor leja shkelur rënd, në bashki aktet e konstatimit të inspektorëve bashkiak figurojnë çdo gjë në rregull. Dhe për këtë lloj fenomeni, në çdo rast që provohet mosveprim apo aq më keq akoma pastaj mbyllje e syve, masa është largimi i menjëhershme të tyra dhe ndjekje penale. Dhe ndalim për të kthyer në punë shteti për një periudhë të caktuar kohë. Të gjitha denoncimet e bëra nga qytetarët në portalin hapësira ime publike apo në forma tjera të provueshme do të jenë të lidhura drejt për drejt me personat përkatës. Pra, asnjë denoncim nuk do të mund të lihet sikur nuk ndodhi. Në rast se një denoncim është lënë sikur nuk ndodhi, direkt shkohet tek përgjegjësia. Një tjetër ashpërsim i masave lidhet me mosushtrimet e kontrolleve dhe me një sër elementësh të tjerë që kanë të bëjnë me jo vetëm me shtrëmbrimin e rezultateve të kontrollit, por edhe me mos respektimin e afateve për të marrë vendimet e parashikuara në kohë, me mos respektimin e afateve të zbatimit vendimeve të parashikuara në ligj, me mos zbatimin e vendimit pezullimit punimeve, me mos respektimin e afatit për dhënien e informacionit dhe pengimin për përmbushjen e detyrës dhe me mos paraqitjen e kërkesës menjëhershme për heqjen e licencës të mbikëqyrësit punimeve në rast se konstatohen shkelje. Këto janë të gjitha masat e reja të cilat janë në fuqi sot që flasim. Ndërkohë që hynë për konsultim ndryshimet në kodin penal. Në ndryshimet në kodin penal, ku fillon nga zënia e tokës, pra çfarëdo zënie toke, publike apo private, pa pasur një titull ligjor që të thotë leje, për çfarëdo lloj qëllimi, banim, shfrytëzim të çfarëdoshëm, do dënohet me burg. Edhe për parkim, në parking, e zë tokën, bën një parking palishëm, do shkosh në burg.